Kombëtarja e Kosovës në futboll ka arritur rezultate të jashtëzakonshme gjatë këtij viti dhe ky absolutisht mund të quhet viti më i mirë që nga pranimi në UEFA e FIFA. Sukseset nisën në muajin mars kur Dardanët arritën të kalojnë nga Liga C në Ligën B të kombeve, përmes play-offit, ku eliminuan Islandën fol 2 superparaqitjeve. Fol 2 fitoreve në Prishtinë e Reykjavik, Kosova arriti për herë të parë të sigurojë kualifikimin për në Ligën B të kombeve. Muaji qershor ishte i rezervuar vetëm për 2 ndeshje miqësore, ku Dardanët triumfuan ndaj Armenisë 5-2 e Komoreve 4-2. Testi më i madh e më i vërteti filloi në muajin shtator, ku nisën kualifikimet në Kupën e Botës. Në një grup me Zvicrën, Suedinë e Sloveninë, pa kush ishte optimist për rezultate pozitive. Optimizmi ra edhe më shumë kur Kosova e humbi ndeshjen e parë në Basel ndaj helvetikëve 4-0. 3 ditë më vonë, situata morri tjetërkohje. Në krye me Foden, futbollistët Dardan arritën një fitore të madhe, duke e mposhtur Suedinë e Isakut e Gyokereshit 2-0 në Prishtinë, për ta shtuar besimin se ky ekip mund t'ja dalë. Në tetor gjithçka kishte ndryshuar. Tashmë çdo kush priste rezultate pozitive dhe po e ndronte botrorin. Slovenia ishte kundërshtari i radhës, ku sfidua në Prishtinë. Rezultati ishte bara 0-0. Jo ai që dëshironin tifozët, por një pikë e mjaftueshme për ta vazhduar ëndrrën. Göteborgu i Suedis ishte destinacioni tjetër i Dardanëve. Isaku me shok u gjunjëzuan edhe një herë para Kosovës. Një gol i Fisnik Aslanit mjaftoi për t'i arkëtuar 3 pikët e arta dhe një nga fitoret më të mëdha në histori. Ky triumf ia dha luksin Kosovës që me një barazim në Ljubljan ta siguronte pozitën e dytë që e dërgonte Kosovën në play-offin e Kupës së Botës. 15 nëntori i 2025-s do të shkruhet me shkronja të arta në historinë e futbollit të Kosovës. Stožice Stadium ishte i mbushur me shqiptar, ku të gjithë po presnin rezultat pozitiv. Në fund, asnjë nga ta nuk u zhgënjye, pasi Kosova arriti fitore 2-0, triumf ky më i rëndësishëm që nga pranimi në UEFA e FIFA. Këto 3 pikë i siguruan pozitën e dytë në grup e kualifikimin historik për në play-offin e Kupës së Botës. 3 ditë më vonë në Prishtinë ishte një festë e vërtetë, ku Kosova ishte një koqire e Zvicrës dhe doli sërish të pamposhtur me ndeshjen që u mbyll 1-1. Pas 6 ndeshjeve, Kosova kishte 11 pikë, në pozitën e dytë duke lënë mbrapa Sloveninë e Suedinë. Kupa e Botës është vetëm 2 hapa larg dhe Kosova ka mësuar edhe kundërshtarët që duhet i kaloj për të mbërritur në Amerikë. Slovakia do t'jetë kundërshtari i parë në muajin mars, teksa në rast të fitores Dardanët për ta prerë biletën për Kupën të Botës i duhet ta mposhtin edhe fituesin e duelit Rumani-Turqi. Në 10 ndeshjet e luajtura vitin që lan pas, Kosova arriti t'i fitoj 7 prej tyre, duke u ndalur në 2 barazime dhe pësoi vetëm një humbje. Gjithë këto rezultate të mira bën që Kosova të ngritet në pozitën e 80 në ranglistën e FIFA-s, e cila është më e larta që nga pranimi në shtëpinë më të madhe të futbollit në botë, duke e mbyllur kështu një vit fantastik me arritje të jashtëzakonshme.